Partia Demokratike e Kosovës ka dorëzuar në gjykatën themelore padin ndaj zyrës së rregullatorit për energji, duke kërkuar anulimin e njoftimit për dalje në treg të hapur të energjisë për mbi 1300 biznese. Sipas PDK-s, ky vendim tashmë ka filluar të prodhojë pasoja të rënda dhe të pakthyeshme për bizneset e prekura. Efektet e këtij vendimi po rrezikojnë seriozisht stabilitetin ekonomik të vendit përmes rritjes së çmimeve, nxitjes së inflacionit dhe kërcënimin për falimentimin e një numri të madh të bizneseve. Krahas padisë kryesore, PDK ka kërkuar nga gjykata edhe caktimin e masës së sigurisë, pezullimin e menjëhershëm të zbatimit të këtij vendimi. Vendimarrja e ZRE-s sipas PDK-s ka cënuar jo vetëm të drejtat ligjore të konsumatorëve që kanë qarkullim mbi 10 milion euro apo që punësojnë mbi 50 persona, por ka goditur edhe interesin ekonomik të qytetarëve. Procedura paraprake ndjekur pranë ZRE-s e ka konfirmuar plotësisht shqetësimin tonë të kahmotshëm. Ky institucion nuk ka nxjerrë asnjë vendim përfundimtar administrativ për liberalizimin e tregut, por ka përdorur një njoftim të thjeshtë për të imponuar një detyrim të rëndë ndaj sektorit privat. Ky veprim është bërë në mënyrë të qëllimshme me synim shmangjen e kontrollit gjyqësor. Në ZRE kanë thënë se deri më tash në të gjitha proceset e konflikteve administrative të iniciuara nga palët në procedurë lidhur me kërkesat e tyre për pezullimin e zbatimit të njoftimit për dalje në treg të hapur të energjisë, gjykatat kompetente i kanë refuzuar si të pabazuara. Sipas ZRE-s, procesi liberalizimit është i bazuar në dispozitat e ligjit për energji elektrike dhe në vendimin përkatës të ZRE-s për dalje në treg të hapur. Nga 1 qershori, mbi 1300 biznese janë detyruar të dalin në treg të hapur duke zgjedhur vetë furnizuesin. ZRE-ja për ato biznese që nuk kanë gjetur furnizues ka angazhuar Kekun si furnizues fundor për një periudhë 6 mujore.